Një shkrim I botuar në Fox News nga ish diplomati Agim Nesho pas ka bërë buj, madje Edi Rama e ka kërcënuar me burg. Kur u hapën ambasadat në kombinat në mbledhjen e bllokut, erdhi Vangjel Qerava dhe Gaço Nesho, ish sekretari numër 2 I Komitetit të Partisë të Tiranës, babai I Agim Neshos. Unë ngrita në mbledhje dhe thash, ata kanë bërë gabim që janë larguar. Sepse I thash duhet I vristit juve siç na keni vrarë gjithë jetën. Dhe një popull që ja falin lirin, ai nuk do të jetë kurrë I lumtur. Kështu, hajdutët dhe kriminalët tharasin, kapini hajdutin. Kjo teledramë e radhës do të vazhdojë përsëri duke faktorizuar pikërisht bijtë e komunistëve. Ata që vajnë elitar për vetëm një poezi, sot kanë një gjyq, pse më shave ti? Le të presim që fyet e radhës që di vetëm një psikopat me kartel si Edi Rama t'ia dhurojë shqiptarëve.